Okej, mi rikthyer në studio, kam kënaqësinë që sot në pjesë të diskutimit të kem zotin Dashnor Sula, ish deputet, nderuar, shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit, kënaqësi. Zotin Tet Kopliku, drejtuesi Brengeni, nderuar, shumë faleminderit dhe urime për detyrën. Zotin Redi Muçi, deputeti i Lëvizjes Bashk, nderuar, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Zotin Arndoga, kryetari i Partisë Demokratike, nderuar, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit. Dhe Sula, po nis me ju, duket se pas dekadash përplasje mes zotit Berisha dhe zotit Rama, pas ka një fije lidhse mes të dyve. Dhe duket sikur po kthehet deja vuja e 2008-s, kur ndryshimet kushtetuese bën që pasojat i këtij vuajmë akoma dhe sot. Çfarë mendoni se fshihet pas kësaj lloj strategjie që po ndiqet? Në fakt, e mie do ishte ta kishte nisë me Nardin. Se me Nardi ka vujt më shumë se sa mua në 2008. Pavarësisht që ka votuar kundër, por Nardi ka bërë grevën e urisë. Bashkë me sa kolegë tjerë që ishin deputetë atëherë që kanë vujtur aq shumë. Do nisem me ju për shkak se keni edhe ekspertizën ligjore. Mirë. Po Nardi ka vujt më shumë se në grevërie. Dhe kujtohet. I ka harruar çik Nardi. Gjithsesi, unë e kam thënë qysh në atë kohë sepse 3 vite kisha në politik nga 2005 që u zgjodha për të parë deputet në zonën e Peqinit, kuptohet se sistemi majoritare, ai ishte i fundit, edhe ai do mahet mend. Tani si periudha që kishte zgjedhje drejt për drejt nga qytetarët, edhe që votonin qytetarët, edhe që dihej vota edhe përgjithshmëria apo boshin lëvizja e figurave politike, zëvendësimet apo përtritja e parlamentit. Gjithsesi, unë kam votuar kundra në të kohë dhe kam votuar me koshiencën më të plotë, me bindje më të plotë për shkak duke patur parasysh ato njohuritë e mia politike aq sa kisha apo të njohurive për në vendet më demokratike të Evropës, përfshi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që sistemi majoritar është sistemi më i mirë i mundshëm, sigurisht çdo sistem ka të mirat edhe të këqijat e veta, por argumenti i vetëm që thuaj në të kohë që Nardi do ta marrë me shumë mirë nga zoti Berisha, nga deputetët e Partisë Demokratike, nga politikanët e Partisë Demokratike të majorancës, ishte që në Parlamentin e Shqipërisë mos vinë fortët. Me gjithë respektin për çdo deputet, po të quaje Paulin Sterkan, që ishte njëri model për mua, që kam po kaq vite politik aty, model, kur debate, shere, se Paulin Sterka ka qenë në atë kohë. Për herë të parë, për herë të parë ka ardhur në Paulin Sterka, me mua ka ardhur aty. Dhe për flasim për 2009, ka qenë edhe Tom Doshi, s'ka pasur, për flasim burra që mund të kritikoheshin si të fortë. Po çfarë ndodhi mbasi u ndryshua sistemi zgjedhor? Ju kujto 2013, fillon që 2009, simptomet e para, 2013, 2017 erën gangsterët, erën trafikantët, erën drogmenët, erën kriminalët. Pra argumenti që ishte në 2008, unë kam votuar dhe kundra për një arsye shumë të thjeshtë. E kam patur bindje dhe e kam akoma bindje që e djata në Shqipëri nuk triumfon si sigël. Partia Demokratike apo e djata. Sepse një parti, si Partia Socialiste, parti të sa vjeçare sa i bie, dhe një partia demokratike në të, dhe fakti që ne fitonim gjithmonë komunat, numri më të madh komunë në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe humni bashkitë ku ishte përqendrimi më i madh i popullsisë, tregonte pra që me figura të forta politike, me figura të mira të pastra, ne përsëri kishim një rezultat të mirë zgjedhor në pushtetin lokal. Edhe në fitoren 2005, për shkak të figurave, fituam dhe u kthyem në pushtet në 2005 pas 8 vitesh në ngjarjet e 97-s. Këtë ide dhe këto që kemi parë deri më sot, zoti Sula, këto ditë, i konsideroni më shumë një lloj manovre politike apo një pazar të rritjes dy drejtuesve? Tani, për hir të vërtetës, në thelb. Për hir të vërtetës, fatkeqësisht 20 vite që kam unë politik, gjithmonë propozuese për ndryshimet kushtetuese, për ndryshimet në kohën zgjedhore ka qenë Partia Demokratike. Edhe të dali Sali Berisha, të dali Flamur se numri 2 Partia Demokratike, ta mohojnë gjë të tillë. Edhe në rastin e fundit 26 korrikut 2024-s ishte marrëveshja PD-PS me propozimin e vetëm të panegociueshëm që kishte Partia Demokratike, listat e mbyllura. Listat e mbyllura që ja pranoi Partia Socialiste. Dhe kjo është për të ardhur keq. Edhe në 2008 e kam thënë tu tek ju,
paosar flokët e 26 viktima të Gërdecit me 15 mars u bë martesa PD, PS për shpëtuar qeverisjen e Berishës në atë kohë. Dhe sigurisht opozitat hershme, Rama dhe Partia Socialiste i shkonte për shtat që të merrte një kod zgjedhor të cilët na rrezikonte pushtetin për 2009 dhe që ndodhi dhe që erdhi në rrëmi thuajse 70 me 70 numri i mandateve, po mos ishim dalë në Elbasan 7 me 7, ne ishim në opozitë qysh në 2009 dhe nga 21 prill 2008 deri sot vuan pasohet opozita Partia Demokratike, pastaj mos shikojmë, mos harrojmë asaj djegën mandateve dhe ne jemi të destinuar dhe nuk kemi arritur asnjëherë fitore përballë Partisë Socialiste më. Themi tani na i vodhën. Po kush na i vodhën 2009? Pushteti që ishim ne. Kush na i vodhën 2013? Pushteti që ishim ne. Kush na i vodhën 2011? Pushteti që ishim ne. Kush na i vodhën 2007? Pushteti që ishim ne. Pra nuk shkon argumenti. Qartë. Zoti Ndoka, po shkojmë drejt një sistemi më të mbyllur apo drejt një parlamenti më eficient? Ndërë, problemi kryesor i politikës shqiptare është mungesa e transparencës. Kë besoj që është pika kulmore e mosbesimit që ndodh në raport me qytetarët, por edhe në raport me partitë e tjera politike që garojnë. Pra, kur nëshon rregullat e lojës, pa diskutim që do të jesh transparent, sparit me alat tuaj, që Partia Demokratike nuk e ka bërë asnjëherë, edhe kjo është një gafë shumë e madhe, kur përsëritet është faj. Dhe besoj që tu fillon e keqja e madhe. Sot Partia Demokratike ka një kaos përpara, që dëbin qytetarët për protesta, për vjedhjen e votave, për manipulimin e tyre, dhe pa prit pa kujtu, del me një ofertë tjetër, ta ndryshojmë këtë kodin zgjedhor, ta bëjmë edhe senatin, që pas në amanet nga Sabri Godo, historina të tilla që janë pengesa, spajet për partitë e reja, që futen, u friksuan nga këto që hynë në parlament, u friksuan që ka të rënë të qytetarëve që votojnë për alternativa të reja edhe t'i ngushtojmë edhe ato pak hapësira që kanë met, por kjo është një goditje për pluralizmin në sparit. Pastaj është një goditje shumë e madhe për opozitën, është një goditje shumë e madhe për djathën. Unë e kam kundërshtuar në 2008 me grevëriet, me pasoja jo të vogla politike, për faktin që kam qenë kundër Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste edhe në zgjedhje. Në 2009, unë kam kandiduar përballë dy forcave politike, me disa parti tjera gjatha në kohë të Shemirsheu, erdhi u bashku Aleksandr Meksi, Kurt Kolla, edhe parti të tjera, ku bëm polin e lirisë. Megjithëse morëm 30 e sa mijë vota në meten, ato që i numërun, ato pa tip në përgjithërisëm ato që u vodhën, pra ishin në atë kohë rreth 5 mandate nuk u përfaqësuan para në parlament. Pra kjo ishte një kozë shumë e madhe edhe politike në atë kohë.